se keni ardhur dhe jeni shumë të nderuar që ju mediat po publikoni diçka shumë me rëndësi për probleme kombëtare dhe kjo është jo vetëm një detyrë, por është e patriotizëm. Ju falenderoj për interesimin që bëni për ditë gjenjen e këtyre punimeve. Kur flasim për Kuksin, në fakt është folur për Kuksin e vjetër, është folur edhe për Kuksin e ri, por për Kuksin nëntoksor sikur nuk është folur. Ndërkohë që lufta në Ukrainë e risolli në vëmendje. Dua të di tani se unë do të bëj pafund pyetje, se Ta dush ti unë e përgjigjem. po dua të di sa është sipërfaqja e Kuksit nëntoksor? Aq sa është larg? Aq sa është qyteti i nalt është poshtë. Do më kaq se s'u jap shifër se nuk e kena marrë me E njëjta sipërfaqe Po, është. është e njëjta. Po thellësia? Duke prej ashtu, punimet nëntoksore kanë thellësi 30 metra nën tokë. Do më thonë që të ruhemi bomba nën 30 metra mos ketë efekte dëmtuese njerëz. Çfarë rëndësie ka në fakt pjesa nëntoksore edhe të ndërtuarit e një qyteti e një fortifikimi nëntoksor për qytetin? Çfarë? Rëndësie. Kjo rëndësi dihet se është thjesht, do me thonë, vetëm për të ruajtur faktori njeri, sepse njeriu është gjëja themelore për njerëzimin. Gjëja më e vlefshme është ruajtja e njeriu, po gjatë luftës njeriu është viktim dhe për të ruajtur njeriu, kjo ka bën që të bëjmë tunele ose vendstrehime nëntoksore. Ky fenomen nuk është fenomen shqiptar si Kuksit, po kur ka dalë bomba atomike, është fenomen botnor dhe nuk kishte mjet tjetër që të mbrohen popullata nga armë bërthamore atomike. Prandaj, kjo punë është bën me shumë kujdes dhe me vëmendje të madhe që të kemi mundësi të strehojmë të gjithë qytetin. Po këto punime janë bën gjitha qytetet, janë bën edhe për çdo fshat. Dhe ti thua që kanë qenë si kanë ditë qytetin e nëntoksor. Sigurisht kanë qenë sekrete. Edhe shtetet e tjera i kanë sekrete, as që i kanë publikuar si që kemi publikuar ne. Ato i ruajnë për veten e tyre dhe janë pika strategjike në kohë rreziku lufte. Prandaj nuk kanë qenë publikuar shumë punimet e qytetit nëndheshëm të Kuksit. Do me thënë, teksa ndërtohej qyteti i nëndheshëm i Kuksit, ishte sekret, çdo gjë bëhej në mënyrë sekrete. Bëhesh me njerëz veçantë, bëhesh që popullata duhet detyrimisht të dinte vendin e strehimit. Domethënë çdo pallat kishte hyrjen e vet dhe ai dinte me hyrje në vend strehimin e vet. 2-3 shkallë të një pallati hishin në një tunel ose 2 pallate të vegjël hishin prapë me një tunel, pra sipas gjenjes popullsisë. Por kjo punë është bën që të kanë hyrë njerëzit në kohë paqe. Ajo e planifikuar për 10 minuta. Po në fakt kanë hyrë për 5 për 6 minuta kur nuk ka qenë luftë. Po sot po të bëhet do të jetë edhe më shpejt vendosja. Por gjendja nuk është siç ka qenë, sepse punimet nëntoksore sot të qytetit nëndheshëm nuk janë ato që kanë qenë, sepse aq sa qyteti sot sipërfaqe është qyteti poshtë nëntoksor. Pra, po ka qenë me të gjitha pajisjet që të mos me dalë 6 muaj, me instalime elektrike, me instalimin e ujit pishëm, me sigurimin e bazës ushqimore, me fur buke, me ujit të nëndheshëm, me spitalin e nëndheshëm, që spitali është 4 katë. Si që është 4 katë, 1/1, atje është 4 katë. Një spital 4 katë është nën tokë. Jo nuk ka, është i shtrirë në horizont, po 4 katë i ka, po jo njëri mbi tjetrin, që kemi në atmosferë. Por kemi që spitalin nëse ka qenë me 200 shtretër në sipërfaqe, për kohë lufte do të jetë 300. Arsyeja është sepse përveç smundjeve natyrale të popullsisë, me siguri do të kemi edhe të plagosur. Dhe është parashikuar që ky jetë edhe vend i rehabilitimit të plagosurve. Pra, të çdo sen këtu në këtë vend ka qenë perfekt me dyrë të betonit, me dyrët e mbrojtjes kundër lëndëve helmuse luftarake, të gjitha këto kanë qenë të gatshme. Dhe
çdo popull e dinte vendin e vet. Po dikush do thot punë nuk di gjë, unë di sa ku kam i. Nuk ka pas nevojë mi thonë se ku ka më shku lagja mbi lagje. Secila lagje, secila pallat e dinte vendin e vet. Edhe kjo aq ishte. S'kish nevojë për tjetër me tregu, se si hinte në punë kërkuj qytetari me ditë se çka ka që aty maton. E megjithatë sot po i publikojmë kret. Mirë është që ti din udhëheqja, ti din edhe njerëzit, populli, të din se pse janë bën këto dhe qëllim kanë dhe a duhen të bëhen siç kanë qenë ajo. Aso kohë është bërë një eksperiment, pas ndërtimit është bërë një eksperiment me të gjithë banorët e Kukësit për ta parë funksionimin e qytetit nën toksor? E thash po e them edhe një herë. Janë bën prova në gjendje lufte, me alarm, me ushtarake. Dhe kanë ishte norma për 10 minuta, po kanë edhe me 5-6 minuta. Të gjithë? Të gjithë popullata. Kush ka qenë këtu? Se sigurisht ai që s'ka qelluar. Po të gjithë është bën, jo një herë, po ndoshta 10 herë është bën provë dhe secili pallat e dinte vendin e hyrjes. Dhe ato janë kanë mbyll dyert me pllaka hekuri, me qelsa që mos prishen, se atëherë kishte frikë kush me i prish, kurse sot duhen policë me i rujt. Edhe ishin me qelsa, po tash nuk janë më as qelsat, nuk janë më as hyrjet, sepse dikush ka punuar të kundërtën, i ka shkatruar. Tani, kjo kohë e luftës në të gjitha qytetet e ka sjell në vëmendje këto bunkerët, këto vendet nën toksore, siç edhe tham, po vetë kuksianët janë koshient që ecin nga një qytet i ri në një qytet nën toksor në fakt? Kuksianët e din edhe vlerën e këtyne, po e din edhe sepse Kuksi nuk është puna e luftës sotme, por ne kemi tradicionalisht një hasëm e quajmë popullor që armik shumë shekullor që ka rritë që në fshatrat e Kuksit tonë për një ditë ka vrarë 600 vetë, po fshatrat e tjera nuk ka ngel fshat pa rënuar. Edhe lufta e Lumës që janë vrarë 12.000 Sërbë këtu, atje kanë 18 ato. Ne kemi vërtetuar që janë 12.000 Sërbë të ngelur këtu. Pra, Kuksi e vlerëson shumë vendstërhimet dhe bile në një alarm të rrem, kur këto ishin prish, njerëzit u turën për të hyrë atje në vendstërhim, sepse jeta është mbi të gjitha. Pra, i vlerësojnë shumë dhe kanë dëshirë që edhe sot dikush merret me këtë punë, se është me rëndësi të madhe strategjike. Po sot si është gjendja e qytetit nën toksor? Po, tash nuk janë më, janë tunelet, por nuk janë më as shinat, as vagonat, nuk janë as instalimet elektrike, me kablo, me drita, me portollama, nuk janë instalimet të ujit pishëm, sepse kanë qenë me tubacione, janë prish tjerat, janë motorat e generatorat, janë hek, nafta që ka qenë planifikuar nuk është. Po ajo më e keqja që është se këto tunele tash, dikush ka vënë pallatin, dikush ka vënë atë biznesin, dikush i ka bën afër pallatit, i ka bën për mbajtje materialesh. Pra nuk kemi rregull e disiplinë, po kemi edhe hyrje tjera që i kanë mbyll për shembull populli se s'na duhet, edhe i kanë mbyll me dhej, me sende, janë të mbyllura. Pra këtu tash kërkohet, ç'a kërkohet nga këto? Meqense se këto nuk janë gjendjen e duhur, pavarësisht se si vendstërime janë, po çfarë duhet për mua? Që duhet publikohen, se i kam thënë edhe në mediat e tjera. I kanë thënë, po i din shteti vetë. Unë mendoj që në shkallë shteti duhet të planifikohet një grup urgjence, domethënë grup drejtues urgjence. Në këtë të futet një grup që të përfaqësojë shteti, e të futet Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Financës, Ministrinë e Shëndetësisë, po edhe Ministrinë e Brendshme. Sepse edhe kur të bëhen, nëse i bëhen, kjo është urgjencë. Pra ky shtab qendror në qeveri duhet me çdo kusht të krijohet dhe shumë shpejt. Sepse televizori thot, unë 7 minuta kam afat. Me këtë punë duhet merret parlamenti, duhet merret qeveria, duhet merret presidenca.
dhe mënyrë urgjente, nuk pret koha, sepse në qoftë se e lam me shku këto fjalë televizorit tuaj në vesh të shurdhër, kjo është, domethënë, të pranosh fatkeqësinë mbi popullin tënd. Tani në këto kohë janë mbyllur këto dyert që hynë në për... Se ka ndodhur pikërisht tani kjo mbyllja e dyerve të... Jo, ka ndodhur qish mas 90-s. Janë mbyllur? Janë mbyllur dyert me hekura, i ka lëvërdis, dikush e ka bë magazin, dikush e ka fut baktit, dikush ka fut bazë materiale, dikush i ka mbyll krejt ato. Për ta mbrojtur qytetin apo për arsye personale? Për arsye personale, se për ta mbrojtur qytetin, duhet kishte njerëz që mos stacionoshin as instalimet elektrike. Mos prekej fare. Ishtë moderna ajo, gjë e bukur. Bile e kanë qujtë që punë të padobishme. E kur nuk është bën shpenzime për këtë punë, sepse janë mbulu me rendiment. Qa është desht? Klasa punëtore. Klasa punëtore është 5-6 punëtore, unë i kam te kalu planin me rendiment dhe i kam kalu këto, pra nuk ka cënue, po jo vetëm klasa punëtore, po dhe baza materiale, po kështu është bën me rendiment qimenta, si qiment, hekur, bazë materiale, këto kanë qenë, edhe këto e në bën, pa e cënue fare ekonominë kombëtare të asaj kohë. Pse i keni bën ju? Po i bëm sepse ka dalë atomi. Pra njerëzit nuk gjykojshin si duhet me gjykue, po koha i bën me gjykue vetë. Tash i letë gjykojnë kohën, mësë na gjykojnë ne. Kjo ishte historia. Pse janë mbyll? Janë mbyll se janë lënë të shkreta, janë bën kot. Ajo diktaturë s'ka punuar një tjetër. Tash i po u dashkan. Tani jemi para Radio Kukësit, institucioni krijuar më shumë se 60 vite më parë. Por ne duam të zbulojmë atë radion nëntoksore që do ta zbulojmë bashkë me drejtorin e Radio Kukësit, zotin Jonus Hallaçi. Mirë se erdhët në Radio Kukësi, një radio që identifikohet me emrin e qytetit Kukësit dhe ka një histori gjatë madhe. Po, institucioni parë që shohim sa po vim këtu, edhe kur folëm në telefon, sa që sa po të vish qytetin e Kukësit, po, në fakt është edhe një godinë e bukur që identifikon dhe orienton njerëzit, sepse është kur vjen nga Tirana në hyrje të qytetit dhe kur vjen nga Prizreni ose nga ana tjetër e mbyll, si të thuash, gjithë horizontin në një farë mënyrë diçka e tillë ka qenë me teatrin me Gjenin në Shkodër dikur. Unë ju falenderoj së pari që e hapët derën e radios edhe që do më tregoni edhe atë radio nëntoksore për cilën jemi të interesuar, sepse ja kam dedikuar të gjithë të reportazh të krijuar qytetit të Kukësit, po kryesisht qytetit të Kukësit nëntoksor, se ju më thatë edhe kemi Kukësin me 3 mbiemra. Po, Kukësi është emër qyteti me 3 mbiemra, kemi Kukësin e vjetër, Kukësin e ri, ky që shohim tani, dhe është Kukësi i nëndheshëm, Kukësi i fortifikuar dhe i planifikuar për të jetuar gjithë banorët me aktivitetet më të rëndësishme të jetës përditshme dhe në një kohë lufte, siç është radio e blinduar që ne do shohim tani. Sepse edhe radio ishte një institucion i rëndësishëm, informimi imagjinojnë kohën e luftës dhe kishte rëndësinë e vet, sepse edhe në rast të një bombardimi të mundshëm, informimi njerëzve do vazhdonte në një radio poshtë nën tokë. Në një rast bombardimi, në një rast lufte, gjithçka që është këtu do të zhvendosi poshtë në studiot e blinduara, teknikët, gazetarët, informacioni, gjithçka do punoj si në kushtet e luftës që fatmirësisht nuk e provuan, por deri diku lufta e Kosovës dhe këto luftat e reja në rajone të ndryshme nxjerrin pa edhe një herë ato studime inxhinierike të inxhinierëve të ushtrisë, fortifikimet që janë të domosdoshme për mbrojtjen e popullatës. Shembulli i Ukrainës është mjaft domethënës. Ne tani gjithë ato informacionet që i kemi shumë të nevojshme, do t'i shtrojmë edhe në radion nëntoksore, për cilën do të... Besoj që do të jetë edhe një befasi e këndshme për shikuesit. Patjetër. Do të kalojmë një herë poshtë. Poshtë. Ky është kati poshtë, 3 katë është lart, një katë në dhe 4 kate. Edhe lagështira ka dhënë efekt. Tash është këtu në magazin. Tani do të Jonus un po eci edhe po futemi tek pjesa nëntoksore e radio. Jemi në katin e nëndheshëm. Kjo është dera e studios. Në rregull, nuk ka energji elektrike. Nuk ka drita. Pjesën teknike.
Këto janë ambiente ku mendoj të vazhdonte programi, siç ishte në radion lart, do transferoheshin punonjësit, pajisjet, shiritet, mikrofonet dhe gjithçka tjetër poshtë. Dhe normalisht do jepeshin dhe komunikatat e luftës në atë kohë që po ndodh kjo do informoj. Po mirë, për sa kohë në rast të një sulmi, në rast të një lufte, për sa kohë transferohen? Në fakt transferimi bëhej shumë i shpejt, sepse në atë kohë dhe mbase kanë qenë edhe pajisjet, domthonë thjesht energjia elektrike ishte, lidhjet ishin, furnizimi me ujë të distiluar me varë dhe me gjithçka tjetër ishte gati. Transferimi lufta domthonë se në atë kohë dhe lufta nuk bëj në minutë, po të vinte do bëj një lloj kalkulimi, paralajmërimi, gjithçka tjetër, kalonte edhe popullata në gjendje lufte, ushtria, rezervistët, spitalet, furrat, buka, radio, gjithçka tjetër kalonte në funksion të luftës dhe nga këtu do vazhdonte një transmetim normal me punonjësit e radios, të cilët ishin edhe testuar që të punonin në kushte të tilla, se pak a shumë vetëm se është nën tokë, sepse nuk është që ka ndonjë kusht tjetër, se studiot e radio zakonisht mbyllura janë hermetikisht që të mos sin zhurmat e tjetër. Këtu shkalla, dera, kemi edhe studion tjetër, programi nuk u hartua kur në kushtet e luftës, po ka pas një program ide se si mund të funksiononte. Çdo gjë kalonte në funksion të luftës. Një eksperiment është bërë ndonjëherë? Mund të jetë bërë edhe të ushtrisë. Ndoshta këtu do të kishte drejtor ushtarak, oficer, sepse në rast lufte me armë do ruhej. Unë kujtoj 97-ën kur ra shteti. Ne punojnë të radhës, unë, bashkimi, tekniku, tjetër, e kemi ruajtur, kur s'kishte polici dhe shtet, ne jemi armatos, pa plas luftën me armikun e jashtëm, e kemi ruajtur me, si ushtarët, në punonim ditën, natën, kishim armët me leje që në ishte dhe në policia dhe kemi bërë shërbim aty si ushtarët. Të mos shkëputim nga aktualiteti që ka sjellë lufta e Ukrainës, në fakt 99 ka sjellë një test tjetër, sepse pikat, stacionet që shpërndajnë valën e Radio Kukësit dhe të Radio Televizionit Shqiptar në atë kohë janë për afërsitë kufit dhe në pika dominuese. Dhe në 99-ën ushtria ish Jugoslave ka bombarduar reperditorët dhe stacionet televizive dhe radiofonik të Radio Televizionit Shqiptar në qafë Prushë dhe në Letaj, duke bërë që dhe të ndërpritet sinjal. Janë edhe predhat nga ushtria, nga Gjakova në drejtim të stacioneve dhe kanë rrezikuar dhe jetën, teknikat, ndërkohë që unë di që në 82 mos gaboj, 2 teknik të Radio Kukësit, pas demonstratave të vitit 1981, pajisur me pasaporta nga shteti shqiptar, normalisht jo me identitetet e tyre, kanë shkuar si vizitor në Kosovë me aparate fshehurës dhe kanë marrë fuqinë e radios dhe të televizionit duke testuar se ku ndiqej dhe ku ishte problemi që nuk mbuloheshin me valë. Base është një studio e vogël ku folësi do t'jepte informacion për dëgjuesit dhe këtu është një mini fonotek e vogël e blinduar, duket, sepse ndoshta hapet pas shumë dekadash dhe shohim që këtu janë ndarjet dhe këtu janë kutit e transmetimit, siç ishte në atë kohë me shirit. Këtu ka dhe titullin, është një këngë patriotike dhe në brendësi të saj do kemi shiritin, sepse në atë kohë
nuk ishte radio digitale, kënga ose informacioni ishte në shirit dhe këtu do ta kemi, këtë ka mundësi që këtu e 25 vite më parë një nga punonësit e fonotekës Radio Kukësit ta ketë futur këtu dhe ta ketë lënë gati. Është ajo që thamë a ishim gati apo jo. Kjo po tregon që ishim gati dhe për luftu, janë siglat, emisionet, këngët patriotike që mund të jepeshin dhe këto kuti metalike kanë kuti me këngë dhe me informacione. Pra shifet se cila ka këtu, po, që ta ruaj edhe nga dëmtimet. Po janë kryesisht këngë patriotike, popullore, që ngrenë lartë moralin e njerëzve në një situatë rëndë, lufte apo ku diun, kështu që janë të mirë vendosur. Të mirë vendosur dhe secila ndarje metalike ka një kuti shirit. Të mos e humbasim se këto kanë edhe vlera historike, sepse nuk besoj që këto të jenë në funksion. Nëse cilësia dhe lagështia nuk e ka dëmtuar, në magnetofonin me shirit, kjo këngë mund të dëgjohet dhe sot. Sepse këtu s'ka pa shumë lagështie dhe këto shirit është pasuri e Radio Luftës, janë 3 kutit, është dhe tjetra, do ketë patur më shumë. Realisht është një thesar, një mund i njerëzve të asaj kohë që kanë menduar që radio ta kryej misionin e vet në çdo kohë, qoftë kohë paqe, qoftë kohë lufte. Dhe besoj që ka vlerat jashtëzakonshme sepse gjëja më kanë hapësirën e vet, hapësirën e vet ndan, ka hapësirën e vet, vendin e vet, ja është këtu. Ja këtu do të fusim. Kjo është dhoma muze, cilën e cituam poshtë, u bë në kuadrët të 60 vjetorit të radios dhe të hapjes për herë të parë të RTS Kukësit, sepse tani ne jemi radio dhe televizion. Këtu në periudat të ndryshme të zhvillimit të radios janë disa prej dokumentacionit kryesor, prej aparaturave që janë përdor nga teknikët në atë kohë, sepse radio dhe për Shqipërinë dhe për Kukësin ka qenë një risi në atë kohë dhe ka qenë mjaft e vështirë që teknikët që nuk ishin të arsimuar, nuk ishte shkolla të mirëfillta në Shqipëri, ato pa kuadër përgatiteshin në Rusi, në Bashkimin Sovjetik ose në Kinë, kështu që Kukësi ka patur një brez teknikë është të zot që e kanë ngritur Radio Kukësin, e kanë bajtur të fuqishme valën, që është dëgjuar deri në Koret e Jugut, deri në Suedi. Kemi letra këto dokumente që njerëz në Suedi kanë mësuar shqip nëpërmjet Radio Kukësit apo në Itali, përveç misionit të madh që thamë mbajtjen gjallë të ndjenjës kombëtare të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Nga Kukësi ju them mirupafshim.